Konfliktet në mes të qytetarëve, kërcënimet, sjelljet agresive, madje edhe përleshjet për shkaqe banale, siç janë zënkat për fëmijë e mes fëmijëve, po mbushin raportet ditore të sektorëve të rendit e qetësisë publike. Vetëm gjatë ditës së djeshme, 4 raste të ndara janë regjistruar nga sektori i punëve të brendshme Tetov, secili me elemente të dhunës, cënimit të rendit publik dhe kërcënimeve të drejtpërdrejta. Ngjarjet janë alarmuese, jo vetëm për natyrën e tyre, por edhe për përhapjen e dukurive të tilla në jetën e përditshme të qytetarëve, duke dëshmuar për një klimë të tensionuar, ku ndodhitë e dhunshme nuk janë përjashtim, por pjesë e një realiteti të përditshëm. Rasti i parë është regjistruar dje në rrugën Ilinden në Gostivar, ku punonjës policie nga Departamenti Policor për Sigurinë e Komunikacionit rrugon në Gostivar kanë ndaluar personin me inicialet ND, 38 vjeç, nga fshati Vrapçishti i Gostivarit për shkak se sjell në mënyrë agresive ndaj një punonjësi policie gjatë kryerjes së detyrave zyrtare. Ai është mbajtur në stacion policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të bëhet parashtresë përkatëse. Në rastin e dytë, në sektorin e punëve të brendshme Tetov, është paraqitur vetë personi me inicialet NM, 41 vjeç, nga Tetova. Të njëjtën ditë, në orën 16:20, ai ishte denoncuar nga JŠ, 47 vjeç, nga Tetova, se në një nga rrugët e Tetovës me një send të fortë ka dëmtuar automjetin e udhëtarëve, Volkswagen Passat me targa të Tetovës, në pronësi të djalit të tij, e më pas i ka drejtuar edhe kërcënime. Ai është mbajtur në stacion policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të bëhet parashtresë përkatëse. Po ashtu gjatë ditës së djeshme, në Departamentin e Punëve të Brendshme në Gostivar është paraqitur vetë personi me inicialet SM, 47 vjeç, nga Gostivari, në lidhje me një ngjarje të denoncuar më parë për prishje të rendit dhe qetësisë publike me përleshje fizike mes tij dhe IM, 50 vjeç, nga Gostivari. Ai është mbajtur në stacion policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të bëhet parashtresë përkatëse. Dhe në rastin e fundit për sot, personi me inicialet AA, 25 vjeç, nga Tetova, ka denoncuar se për shkak të një grindjeje mes fëmijëve të tyre të mitur, fqinji i saj, NB, 32 vjeç, nga Tetova, është sjellë në mënyrë agresive ndaj saj dhe fëmijëve të saj të mitur dhe e ka kërcënuar. Edhe për këtë, po ndërmerren masa për zbardhje dhe dokumentim të rastit, njoftojnë nga policia.